Sa i përket Luvço Gocevskit, prisni dhe do të shihni. Kaq të shkurtë kishte komentin kryeministri për prokurorin publik shtetëror, për të cilin pati paralajmëruar se do ta shkarkojë pas zgjedhjeve lokale. Ndërsa sa i takon reformave në gjyqësor, për të cilat kishte kritika edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, kryeministri qartazi shprehet se nuk e ka ndërmend t'i bëjë. E di që do të më sulmojnë, por morali im nuk më lejon që të pajtohem për rritjen e pagave të atyre njerëzve që nuk kanë as pak rating. Nëse kjo është e reforma kyçe, më falni, por nuk do ta pranoj. Nuk mund të ndaj më shumë para se sa vendet më të zhvilluara në Europë për financimin e gjykatave. Nuk mund ta bëjmë. Opinioni duhet ta di se reformat në ato ligje janë për paga më të larta, jo për ndryshime thelbësore. Situata do të mbetet e pandryshueshme edhe në rrugën e saj drejt BE-s. Mickoski thotë se sa është ai kryeministër nuk do të lejojë të bëhen ndryshime tjera, sepse e kaluara ka treguar se kur vendi e ndroi emrin, RMV nuk hyri në BE. Para 8 vitesh, kur ndëruam emra e mbi emra, na thoni se nëse i ndëronim, për 3-4 vite do të ishim në BE. Ato 3-4 vite kaluan dhe ja ku jemi, ku ishim para 25 vitesh. Në rregull, nëse ndërrojmë kushtetutën, nëse mundet edhe të mos jemi maqedonas, të jemi diçka tjetër, do të jemi më të mirët, ashtu siç po na bën dikush bullying dhe dëshiron ta ndalojë Maqedoninë të përparojë drejt BE-s, këtë nuk do ta lejojmë, derisa të jem unë kryeministër. Kurse për ndryshimet në kodin penal, kryeministri tha se ato do t'i vendosin në procedurë parlamentare më së voni deri në vitin e ri, për të mos lejuar gjykatën, siç u shpreh ai, që të bëjë amnisti kolektive dhe që kriminalët dalin nga burgjet.